Drejtoria vendore e policisë po vepron me dorë të hekurt ndaj drejtuesve të mjeteve që nuk respektojnë kodin rrugor. Vetëm në harkun kohor të 4 ditëve të fundit janë vendosur rreth 2250 masa administrative për shkelje të ndryshme të qarkullimit rrugor, ose më shumë se 500 gjoba në ditë. Gjobat lidhen kryesisht me tejkalimin e normave të shpejtësisë, ku janë regjistruar 1608 masa administrative, ndërkohë 370 masa janë vendosur për parkime të gabuara, kryesisht në zona urbane dhe pranë shkollave. Janë vendosur 49 masa për mosvendosje të rripit të sigurimit, 39 masa për mosvendosje të kaskës mbrojtëse dhe 19 masa për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit. Sa i përket drejtimit të mjetit nën efektin e alkoolit, policia konfirmon se 13 drejtues mjetesh janë dëshkuar me masa administrative, ndërsa 2 persona janë proceduar penalisht pasi janë konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe 2 të tjerë janë arrestuar. Ndërkohë janë regjistruar edhe 5 procedime penale për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Burime nga policia e Durrësit bëjnë me dije se janë hartuar gjithashtu 3 plane të posaçme masash, të fokusuara në kontrollin e drejtuesve të mjeteve për përdorim alkooli, verifikimin e mjeteve të transportit të udhëtarëve dhe nxënësve, si dhe monitorimin e parkimeve të gabuara dhe zënies së hapësirave publike në qytet dhe pranë institucioneve arsimore.